Këto janë të diellat ose ditët e pushimit ku fëmijët argëtohen duke gatuar. Disa nga këshillat që duhet të zbatoni përpara se të filloni gatimin janë: duhet të lani duart përpara se të filloni, duhet ta përdorni me shumë kujdes fikën dhe duhet ta pastroni vendin ku jeni duke gatuar. Ky është një ushqim që përgatitet shumë shpejt. Këto janë përbërësi që kanë shumë gjëra ushqimore. Kemi mollët, bananën edhe lule shtrydhën. Tani kemi frutat, mollën, bananën dhe lule shtrydhën, kemi perë dhe ilam. Tani do t'i hedhim së pari do të hedhim drithrat në secilin tas. Tani do të shtojmë në sipër dritave frutat. Brufra. Në fund do të shtosen. Ja çojmë brufrës marrë edhe lek. Do t'i përzien. Dhe? Dhe baruam, ju botë të mirë. Ju lumshin duart. Shihni një herë këtu.